Dhe prandaj mundohen me çdo kusht që duke anatemuar njerëz me kontribute në shoqërinë shqiptare deri në luftën për çlimin e Kosovës, anatemohen dhe denigrohen me qëllim që vëmendja e opinionit publik të mos jetë tek protesta dhe tek dalja 250.000 shqiptarëve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, po të jetë tek një ish luftëtar i UÇK-s, ka qenë apo s'ka qenë? Ka qenë apo s'ka qenë? Sot beti, se i përmendet të dyja këto raste du t'i ilustroj, sot beti, duke qenë se unë jam një ish ushtarak i niveleve të larta dhe duke ditur se i njoh familjarisht edhe Dilaver Goxhen, edhe Dritan Goxhen, edhe kontributin e tyre në UÇK, nëpërmjet miqve dhe shokëve tanë që kemi atje, e them me pa me dyshje se Dilaver Goxhaj dhe Dritan Goxhaj janë shqiptarë më të mirë, shumë më të mirë, se sa Kristaq Rama dhe Edi Rama. Se ata në një moment të caktuar kanë shkuar në front, ndoshta për të mos u kthyer. Dhe kryeministri jonë nuk i vlerëson. Dhe unë jo pa qëllim doja të bëj një pyetje publike. A e ka vrarë ndonjëherë mendjen kryeministri ose kryeministrat e Shqipërisë ose qeveria shqiptare si du t'i trajtojmë këto njerëz, familjet e dëshmorëve që kanë rënë në luftën shërimtare të Kosovës, qoftë Cokën, qoftë Qokun, qoftë djalin nga Kavaja, qoftë komandantin e famshëm Tahir Sinanin e Tropojës. Ka dalë ka folur sot djali i tij. Po, si ka mundësi që ne nuk e dim që kjo qeveri ose qeverisë shqiptare e trajtojnë familjen e Tahir Sinanit si familje luftëtarësh? I japin pension? Se ata që i vrau Edi Rama me datën 21 janar, i trajtojnë familjet e tyre, që u vranë për politik, kurse ata që shkuan në front, nuk i trajtojnë. Po ato nënat që e bëra pyetje dhe para, i trajtojnë ato nënat që janë marrë me mjekimin ose me varrimin e të vrarëve në front edhe tërheqen nga fronti? Pra, në këtë kontekst, unë ndjehem shumë keq si shqiptar, se nuk kam patur një kryeministër asnjëherë në 36 vite që mendoj për këto gjëra jetësore, të vlerësojnë luftëtarët e UÇK-s. Çdo person që ka dhënë kontribut, jo vetëm në front me pushk, po edhe me kal dhe mushk duke quar municion, e duke quar automatik, e duke quar arë, e për të kontribuar. Besoj që në fakt zotin Goxhaj e kisha ftuar edhe dje edhe sot ka qëndruar një 4 orë në policinë e shtetit, nuk e di se për çfarë është pyetur, por e kishte të pamundur të vinte në emision. Të garantoj, Edi Rama e di shumë mirë kush është Dritan Goxhaj. Ka bërë prap disa deklarata që kanë shqetësuar policinë, kështu që ka shkuar sot në rajon për të shërime. Edi Rama e din shumë mirë kush është Dilaver Goxhaj dhe Dritan Goxhaj. E din edhe ai shumë njerëz sa i kanë dalë në mbështetje shumë i shqetësuar. Keq më vjen, si ka mundësi një kryeministër të dalë me letra bakallit të dërguar nga të ashtu quajtura shoqatat e veteranëve, ndërkohë që Dritan Goxhaj ka dokument me firmë dhe me vull të ministrit të mbrojtjes të qeverisë së përkohshme të pas luftës. Pra, kjo është turpi më i madh. Një luftëtar i UÇK-s. Se jemi marrë gjatë mbrëm në emision me që mos ta... Ndjes, por unë deklaroj publikisht Dritan Goxhaj është shqiptar më i mirë se Edi Rama.